Cilët janë aksesorët më të mirë për iPhone-in tuaj ose në përgjithësi për telefonin tuaj? Po sot jam këtu t'ju tregoj aksesorët që mua më pëlqejnë më shumë dhe ato që në përditshmëri përdor. Janë të kategorije të ndryshme, kështu që mbulojnë çdo lloj nevoje që mund të kemi. Kështu, fillojmë direkt. Fillojmë me të parin, ky powerbanku këtu i markës ISY. Përveç faktit që është super i vogël, minimal dhe shumë i bukur vizualisht, duke qenë se ka pjesën mbrapa transparente dhe duket çdo gjë, ky powerbank në të gjitha situatat kur unë e kam përdorur nuk është nxehur kurrë dhe as telefoni nuk e ka nxehur. Ka një karikim të shpejtë mjaft të mirë dhe është 5000 mAh. Ky version ekziston edhe në versionin 10000 mAh. Unë preferova versionin 5000 sepse është më kompakt dhe më i vogël. Për raste emergjente është fiksa i që duhet. Bateria mban goxha dhe këtu poshtë ka edhe 4 LED që tregojnë statusin e karikimit, pra 100%, 75, 50, 25 dhe 0. Karikimi bëhet me anë të Type-C-s, kështu që nuk ju duhen as shumë fisha me vete. Mjafton fisha që karikoni telefonin dhe këtë e karikoni kur doni. Super i këshilluar. Produkti i dytë është kjo gjëja këtu. Do thoni çfarë është? Ky është një stand për telefonin, një stand magnetik që siç e shikoni hapet në këtë lloj mënyre dhe telefoni vendoset këtu, ose vertikalisht ose horizontalisht. Mund ta ktheni pak si të doni dhe metodat ose rrethanat e përdorimit me të vërtet janë të shumta. Dhe siç e shikoni, është shumë fin. Por kur mund të përdoret? Mbase kur jeni në avion dhe doni të shikoni një film, ky është perfekt. Ktheni në telefon në mënyrë horizontale, hapni këmbët dhe e vendosni në këtë mënyrë. Ose mund edhe mos t'i japni fare këmbët por ta mbani kështu, si një stand akoma dhe më minimal, që mos e ketë as shumë luhatje në avion. Mund ta përdorni kur regjistroni, si një tripod të vogël të vendosur në tavolinë, ose nëse bëni vloge dhe doni të bëni diçka më fani, mund ta mbani telefonin pikërisht në këtë mënyrë kështu. Pra me të vërtet për aq sa kushton, bën me të vërtet një punë shumë të madhe. Këtë mund ta gjeni në Temu, gjithashtu për gjithë produktet që do përmend në këtë video, do të gjeni linkun këtu poshtë në description për t'i hedhur një sy nëse doni. Pra ky super i këshilluar. Vazhdojmë me produktin e radhës, edhe ky MagSafe, edhe ky shumë kompakt. Siç mund ta shikoni, është një portofol, por jo portofoli tradicional i Apple-it ku mund të fusni 1-2 karta në të njëjtin pozicion, por ky hapet kështu. Ku është e mira? Ka një xhep të jashtëm ku mund të mbaj deri në 2 karta. Në 2 xhepat e mbrëmshëm mund të mbaj 2 karta të tjera nëpër xhep ose të vendosni edhe lek brenda. Sepse për 1 ose 2 kartë monedha i mban super mirë. Kam përdorur goxha këtë verë sepse nuk doja të mbaj edhe portofoli me vete dhe për të mbajtur 2 karta dhe 2 lek të vogla me vete, ky ishte perfekt. E ngjesh në telefon dhe je gati, i ke të dyja këtu. Po humbe njërin, i humbe të dyja, po nejse. Ky lloj portofoli ka me të vërtet marka dhe modele të ndryshme, por ky mu duk ai që është më fin, më i holl, sepse nuk dua një portofol që është shumë i trash mbrapa telefonit, ndryshe nuk ka shumë kuptim. Dhe e bukur është që është magnetik, kështu që këto krahat nuk rrin kur hapur, por mbyllen. Edhe ky shumë i këshilluar, mund të zgjidhni edhe ngjyra të ndryshme. Unë preferova këtë. Vazhdojmë tani me një tjetër produkt, ky i SR-s. Mu dërgua pikërisht nga brendi SR për t'ju treguar sepse mund t'ju interesoj, duke qenë se është goxha interesant si produkt. Flasim për një magnetic charging station 3-në-1 foldable, kështu që është super kompakt. Ideal kur jeni në shtëpi, ku shkoni në punë ose edhe në udhëtime. Suporton karikimin QI 225W, kështu që edhe karikimi wireless është mjaft i shpejtë. Brenda në kuti gjejmë normalisht si fillim pjesa më kryesore, karikuesi. Siç mund ta shikoni, është super kompakt dhe materiali duket mjaft i mirë. Në fillim keni pjesën e karikimit wireless me MagSafe për të karikuar pikërisht telefonin tuaj. Pra e bukur është që mund të hapet, prandaj është foldable. Dhe telefoni rri në këtë pozicionin vertikal. Dhe në rastin kur e keni te komodina e krevatit, mund ta mbani telefonin në këtë mënyrë për të pasur edhe modalitetin always on, për të pasur orën, notifikasjonat e ndryshme që u vijnë dhe gjatë të tjera që është pikërisht implementuar brenda në iOS. Gjë tjetër interesante është fakti që mbrapa ka dhe një freskuese të vogël. Në këtë mënyrë stendi dhe telefoni nuk arrin të nxehen shumë, sepse gjithë nxehtësia nxirret jashtë. Edhe kjo një gjë jo për të lënë pas dore. Pastaj në pjesën këtu poshtë keni edhe karikimin e kufjeve që mund t'i vendosni këtu dhe t'i karikoni edhe ato me karikim 25W QI2. Është e mira se keni të gjithë produktet në një vend të vetëm. Por nuk kam mbaruar me kaq sepse thash është 3-në-1, duke shtypur këtu del edhe karikuesi i Apple Watchit, që qëndron pikërisht në këtë mënyrë. Dhe ky është formati, siç e shikoni është super kompakt dhe në momenti që nuk ju duhet më ose duhet ta merrni diku, mbyllni këtu, shtypni këtu dhe ky futet në çantë, nuk zë vend dhe nuk peshon fare. E bukur e kitit SR është që nuk vjen vetëm ky docking station, por normalisht vjen me fishën e tij Type-C nga të dyja anët dhe akoma dhe më mirë
edhe chargeri, nuk keni pse të merrni një tjetër, në këtë rast me modelin amerikan. Por adapteri gjet mjaftueshëm thjesht. Dhe siç e shikoni, edhe ky adapter është super kompakt. Nëse ju intereson, linku në bio. Vazhdojmë me produktin tjetër. Këto nuk janë kufje, por janë mikrofona wireless. Dhe pse pikërisht to të Rodit? E shikoni vetë, shikoni sa të vegjël janë. Rode kanë nxjerrë dy versione të këtyre wireless mikro, versionin për kamerë dhe versionin për telefon. Të dyja mi kanë nisur para sa kohësh, i kanë provuar, më pëlqejnë shumë, kualitetin e kanë shumë të mirë. Normalisht nuk mund të rri pa ja këshilluar. Janë super kompakt dhe ky është receiveri që futet te telefoni. Pastaj keni dy mikrofonat, edhe këta super të vegjël me magnetin mbrapa ose me klipin për ta kapur në bluzë ose në çdo vend tjetër. Kanë gjithashtu dhe aplikacionin e tyre Rode Central ku mund të shikoni edhe parametrat e ndryshme brenda telefonit dhe t'i ndryshoni, por jo vetëm sepse këto mund t'i lidhni edhe me kompjuterin nëse doni. Për çmimin që kanë dhe duke ditur që vijnë nga Rode, to janë mikrofonat e vegjël që këshilloj më shumë. Duhet të regjistroni diçka, i hidhni në çantë dhe jeni gati. Vazhdojmë me një tjetër produkt këtu. Çfarë është? Një pop socket për telefonin tuaj, por që përdoret në mënyra të ndryshme. Siç mund ta shikoni, si gjithmonë magnetike, vendoset mbrapa. Mënyra e parë është duke hapur unazën. Në këtë mënyrë mund ta mbani pak si të doni ju ose ta përdorni si stand, si në këtë rastin siç e kam vendosur në tavolinë. Mund ta mbani edhe hapur normalisht duke vendosur gishtat pikërisht që mos ju bërë telefoni, por ka një mënyrë akoma dhe më të rehatshme, sepse nëse mbyllni këtë, kjo pjesa këtu hapet dhe është fiks që ju të vendosni dorën dhe ta mbani telefonin në këtë mënyrë. Për të gjithë ata që u rrëshket telefoni gjithmonë nga duart, me këtë të jeni të sigurt që nuk ju ikën më në asnjë vend. Dhe pastaj, kur nuk ju duhet më, nuk keni pse të shtyni për ta mbyllur ose çdo gjë. Hiqni gishtin dhe mbyllet automatikisht. Gjetje shumë e mirë nga Banks. Edhe linkun e kësaj e keni këtu poshtë. Tani flasim pak për coverat sepse ka shumë nga më të ndryshme dhe nga markat më të ndryshme. Kohët e fundit për telefonin tim kam përdor këto dy në veçanti. Edhe këto dyja vijnë nga Banks. Të dyja të bëra në fibra aramidi dhe janë super të lehta, gjë që unë e preferoj shumë te coverat. Nuk dua që telefoni im të jetë i holl dhe duke i vënë një cover të duket sikur është një tang. Dua që telefoni të ngelet prap i holl. Dhe nga Banks kemi këto dy modele. Modelin Phone Case Armor dhe modelin Phone Case Armor Grid. Të dy janë të bëra siç thash nga një njëjti material, thjesht ndryshon dizajni. Momentalisht në telefonin tim kam vendosur këtë këtu Armor Grid. Siç e shikoni ka këtë detajn, kështu që më pëlqen shumë me logon Kevlar poshtë që do thotë që ky cover është me të vërtet shumë i fortë. E nuk keni frika se bëhet pish sepse sado që ta kapni e ta bëni, mjafton. Të ja bëni një herë kështu dhe coveri është prap i pastër. Super minimal, super kompakt. Un jam një fan shumë i madh i këtyre modeleve të coverave. Ndërsa modeli tjetër është ky këtu, pak më i thjeshtë, por edhe ky super i bukur apo jo. Vazhdojmë tani me tre produktet e fundit. Normalisht nuk mund t'ju rri pa ju këshilluar kufje dhe do ju sjell dy modele të ndryshme. I pari janë kufjet e vogla AirPods Pro 3 në këtë rast. Unë e kam thënë dhe do e them gjithmonë si kufjet AirPods të Apple nuk ka dhe nuk do të ketë. Bajnë shumë bateri, audion e kanë shumë të mirë. Noise cancelling i këtyre modelit Pro është fantastik. Dhe ky modeli Pro 3 ka edhe pjesën e matjes së rrajeve të zemrës, sepse sensorin e kanë pikërisht brenda kufjes. Dhe gjëja më e bukur që sapo kanë futur edhe në Europë është live translationi. Pra me këto kufje ti mund të dëgjosh një bisedë në një gjuhë dhe të ta përkthejnë në një gjuhë tjetër. Deri tani ishte disponueshme vetëm në Amerikë, por më në fund vendosën ta sjellin edhe në Europë. E provova dje për herë të parë duke parë një video italisht, po ma përkthente në kufje në anglisht, në koreale dhe funksionon super mirë. Duke provuar ato opsion mu duk me të vërtet vetja si në të ardhmen. Deri tani nuk janë shumë gjuhë të disponueshme, por janë ato më kryesoret, sepse pjesa e live translationit është akoma në beta, por me aq sa provova funksionon shumë mirë. Super të këshilluara. Nuk mbarua me kufjet sepse këtu kemi një version tjetër. Për të gjithë atyre që u pëlqejnë kufjet e mëdha, këto janë ato që preferoj më shumë. Sony XM5. Para pak kohësh ka dalë dhe versioni XM6, janë pothuajse të njëjta, nuk kanë shumë ndryshim, përveç faktit që te versioni 6 tani këto mund të përthyen dhe të bëhen akoma dhe më të vogla. Por gjëra të tjera janë praktikisht të njëjtat kufje. Bateria nuk vdes kurrë. Që kur i kam bler, i kam përdorur shumë herë dhe akoma nuk i kam karikuar. Kanë një audio me cilësi shumë të pastër dhe noise cancelling kur je në avion nuk ka të paguar. Përveç fakti pastaj opsioneve që kalojnë nëpërmjet aplikacionit të Sony. Adaptive Sound që në bazë të ambientit të jashtëm rregullon zërin, që në bazë të ambientit të jashtëm rregullon volumin, fakti që kur të flasin këto ndalojnë dhe ti mund të dëgjosh personin që po të flet. Dhe puna e komandave që janë të gjitha touch pikërisht e njëra nga kufjet. Prekje, rrëshitje nga gjitha anët funksionojnë shumë mirë. Edhe këto super të këshilluara. Dhe arritëm te produkti i fundit, ky gimbali këtu, që është nga kompania Hohem, në veçanti modeli Hohem iSteady V3.
3 Ultra. Një nga këto gimbalet e kam dhënë edhe në giveaway ko më parë. Kështu që bëni subscribe në kanal sepse nuk i di se kur do bëj një giveaway të radhës. Po pse këshilloj këtë gimbal? Mund ta shikoni vetë sa kompakt që është. Sa dora, mund ta fusni në xhep nëse doni. Nëse doni të bëni video të mira, video të stabilizuara me telefon në raportin cilësi çmim, ky nuk ka konkurrencë. Absolutisht ka dhe gimbale të tjera nga DJI ose nga Insta360 që janë praktikisht i njëjti model, por ky HOEM ka këtë gjën këtu, ekranin që mund të hiqet dhe të komandoni gimbalin në distancë. Pra mund ta përdorni si një tripod pak më larg dhe më pas të komandoni çdo gjë nga ky këtu. Live tracking me anë të kësaj kamerës së vogël që shikoni këtu dhe përdorimi i gimbalit është shumë i thjesht, të riqni dhe u hap. Ndizeni, është me të vërtet super kompakt dhe nëse doni ka dhe tripodin e vogël me këmbët që dalin nga brenda ti. Në këtë mënyrë nuk ka nevojë për tripoda të tjerë, por çdo gjë është pikërisht në të njëjtin vend. Pra këto ishin aksesorë që sipas me janë aksesorët nga më të mirë që mund të keni për telefonin tuaj. Besoj që kjo video t'i ka pëlqyer dhe nëse disa nga këto aksesorë ju interesojnë, keni linku në bio për t'i parë të gjithë. Hidhni një sy sepse mund të gjeni dhe oferta her pas here. Dhe aty ja vlen akoma dhe më shumë. Nëse kjo video ju pëlqeu, do ju kërkoja një support me një subscribe në kanal, një like dhe një koment në këtë video. Në këtë mënyrë do ke mundësi të sjell gjëra akoma dhe më të mira. Dhe ne shihemi në videon e radhës.